Përshëndetje të nderuar shikues, sot Mitrovica është epicendra e emocioneve të mëdha në Minatori. Gjithçka është gati për betejën e tretë gjysmëfinale të play-offit. Trepça përballë Sigal Prishtinës. Një ndeshje ku nuk ka vend për gabime, një përballje ku çdo top, çdo pikë, çdo sekond ka peshën e finales së madhe. Trepça kërkon të shfrytëzojë atmosferën fantastike, ndërsa Sigal Prishtina vjen me ambicie të mëdha për të thyer terrenin e vështirë në Minatori. Kush do të dominojë parketin sot? Kush do të bëjë hapin e madh drejt ëndrrës së madhe me emrin finale? Qëndroni me ne për pak çaste fillon spektakli. Përbërja e Trepçës në këtë duel të nderuar shikues është kjo Gashi, Aliti Hunter, Green, Tuna Medut Junior, Tmusic, Airisi Myers, Kastrati e Dardan Kapiti, trajner Adis Beqi Rakic. E në anën tjetër Sigal Prishtina ka këtë përbërje. Sheqiri Shosha Ismaili, Klag Rugova, Davis, Malbashic, Lek Ndreja Ipinqe, Zikor Janjeva e Olin Carter, trajner Bako Olmos. Kjo përballje do të drejtohet nga treshja e gjyqtarëve të huaj, Ademir Zurapovic, Radomir Vujanovic e Zdravko Ruteshic. Ndeshjen e parë para një jave Trepça arriti ta fitojë ndaj Sigal Prishtinës me rezultat 80-65, ndërsa në mesjavë Sigal Prishtina ju revanshua ekipit kundërshtar duke mposhtur me rezultat 90-83 madje pas 5 minutave vazhdime. Po shohim seria e barabartë në të dyja çiftet gjysmëfinale. Tani do të luftohen edhe me peshët startuese. Shohem Trepça, Michael Green, Drilon Airisi, Michael Myers, Erion Kastrati, Tekele Koton. E në anën tjetër Prishtina do të nisë duelin me Jordan Davis, Rashid Malbashic, Daniel Lek Ndreja, Muhamed Ali Janjeva, Olin Carter, që pati paraqitje mjaft të mirë në ndeshjen e mesjavës. Një përballje ku Trepça pati avantazh, nuk arriti ta menaxhoj krejt në fund. Ishte Kotonaj që parazoi shiva për shkuar përballja në 5 minuta vazhdime, ndërsa në ato 5 minuta skuadra e Prishtinës ishte më efikase duke realizuar 13 pike, Trepça vetëm 6 për të parazuar më pastaj seria në 1-1 në ndeshjen e parë të nderuar shikues këtu. Trepça pati avantazhin më të lartë deri në plus 23 dhe arriti që më pas të menaxhoj atë mërsi të krijuar. Krejt në fund arriti të triumfoj me shifra 80-65 në ndeshjen e parë në Minatori tek Trepça. Lojtari më efikas ishte Tekele Koton me 21 pikë. 5 kërcime, 6 asistime. Myers kontriboi me 19 pikë, 17 i realizoi Drilon Airisi tek Sigal Prishtina në përballjen e parë. Clark i shënoi 19 pikë, Jordan Davis 15. E në ndeshjen e dytë në kryeqytet të nderuar shikues, lojtarët më efikas tek Sigal Prishtina ishin Jordan Davis e Olin Carter me pikë identike nga 23 secili. Në anën tjetër te Trepça edhe njerë më efikasi Tekele Koton që luajti me 19 pikë, 9 kërcime, 7 asistime. Paraqitje të mirë në atë përballje pati edhe Mikail Tmusic që shënoi 17 pikë. Prej tyre 5 herë ishte i saktë nga distanca. Jemi shumë afër startit duelit, atmosfera është elektrizuese. Komplimente të mëdha për tifozët, qoftë në Mitrovic, qoftë në Prishtinë, për animin korrekt në dy ndeshjet e para të serisë gjysmëfinale. Shpresojmë që ashtu mbarë të shkojë i gjithë kampionati pra deri në ndeshjen e fundit të finales. Jemi në transmetim direkt në Sport 1 të nderuar shikues.
në kanalin e platformës Art Motion, platforma që sjell emocionet e jashtëzakonshme sportive, jo vetëm vendore, por edhe emocione të sporteve ndërkombëtare. Gjithçka është gati për fillimin e ndeshjes së tretë. Kjo është koreografia që kanë përgatitur Torcida. E tani gjithçka do të nisë në minatorit, shohim. Aksioni i parë është i mysafirëve. Jordan Davis. Kjo gjuajtje i saktë është Carter. Olin Carter shkëlqeu në ndeshjen e dytë. Myers për Tekele Koton, Hajrizi. 0-2 rezultati, Drilon Hajrizi i shkurtër me gjuajtje, Rashid Mal Bashic. Kërcim në mbrojtje për pasuar me njerë për Jordan Davis. Vekdreaj. Edhe njerë Jordan Davis, tentimi ti saktë është. E nisën barë për baljen si Gal Prishtina, 0-4 rezultati. Michael Green. Ka bashkëtar të lirë, gjenë Erion Kastratin, Tekele Koton ka këndigjua, nuk ka 3 pikësh. Tjetër kërcim në mbrojtje nga Rashid Mal Bashic. Koma nuk kanë shënuar pikë dhe nësit mjaftë efikas në sulme të qasët e para të fillimit të përballjes janë mysafirët. Jordan Davis. Olin Carter nga këndi. Treshe e Carter. 0-7. Në mënyrë perfekte e nisë duelin si Gal Prishtina. Tekele Koton. Shohim, topi do tjetë për kryeqytetasit. Shohim në një në gjerim të përsëritur 3 fikshin e Olin Carter. Ndeshjen e parë nuk luajti. Tarant ishte i pranishëm në parket. Riki Tarant që shënoi vetëm 7 pikë. Janjeva për Mahal Bashic. Olin Carter. Projtje mire Myers. Uliduar me topin Rashid Mal Bashic. Nërpo do të rishikot momentin nga gjyqtarët me kërkesën e Paco Olmos. I japin të drejtë vendimit para prag. 0-7 rezultati për si Gal Prishtinën. Aksioni i parë zodhiqet nga Tekele Koton. Hajrizi.
Drelon Ajrisi shkon deri në fund, nuk realizon dalët në mënyrë të palejueshme në kridorën atje. Janjeva duke pranuar me sportivitet foulin e shkaktuar. Muhamed Ali Janjeva. Ja, tani po shohim tek edhe Koton. 7-2 rezultati për mysafirët, vjen e para në ndeshje. Nga Trepsha realizohen nga Tekele Koton, i cili ka të drejtën edhe të një quajtje të lirë. Konkretizon edhe atë quajtje 4+ për Sigal Prishtinën. Jordan Davis. Ja, Carter nga një pozitas pak e volitshme Gjuan. E shpëton aksionin Daniel Ekndreaj. Jordan Davis. Rashid Mahal Bashit, s'ka Trepsha. Realizoi dy herë në momente vendimtare në ndeshjen e dytë në kryeqytet. Aksioni është i Trepsës Myers. Ndeshjen atje me Mahal Bashit që në kontinuitet të palejueshme. Myers në pikë realizoi në mesjavë, ndërsa në ndeshjen e parë duhet me 19 pikë. I saktë në tentimin e parë. 7-4 rezultatin të mirë të mysafirëve. Deri në dytë nuk qëllon Myers. Jordan Davis ka topin. 3 minutat e para të përballjes kaluan në Minatori. Jordan Davis. Daniel Ekndreaj. Ekndreaj. Provon, nuk ka pikë. Kërcen Myers, merr topin, kundërshtuar me vendasve. Ja, për pak sa nuk e humbi topin atje Green, Erion Kastrati. Foulot nga Ekndreaj. Dy gjuhët të lira do të ketë në dispozicion Erion Kastrati. 9 pikë realizoi në mesjavën e kaluar, ndërsa në ndeshjen e parë realizoi një treshe, pra vetëm 3 pikë. Saktë në gjuhët në parë të lirë Erion Kastrati. Një seri prej 5-0 e Mitrovicasve pas seris prej 0-7 që pati Sigal Prishtina. Dyre saktë nga penalet Erion Kastrati. Vetëm 1+ për Sigal Prishtinën. Olin Carter për Rashid Mahal Bashit. Janjeva për Jordan Davis. Mahal Bashit. Olin Carter. Muhamed Ali Janjeva. Kompulimin e Drelon Ajrisit. Pari se çfarë bënte Janjeva. Nuk ishte në pozitë mirë për të realizuar. Pasi lojtarët vendës ishin mjaft mirë të vendosur në mbrojtje. Myers realizon për virot atje. Ik mbulimi të Mahal Bashit në avantazh Trepsha. Për herë të parë në ndeshje 8-7 rezultati. Seri prej 8-0 e vendasve. Dy seri fantastike të pikëve të realizuara. 0-7 Sigal Prishtina
8-0 Trepqa. Çfarë starti I përballjes. Këto jetopin e lojnë nga Olin Carter. Malbashic. Jordan Davis. Vesnik Rugova për 3. Ska shënim pi shpeshta. Realizoj nga distanca Rugova, mirë po jo dhe kësaj radhe. Tekele Cotton për Michael Mayer. Tekele Cotton. 5 pikë të ti. 10-7 rezultati, vazhdon seria në 10-0 Mitrovicasve. Olin Carter. Daniel Lekëndreaj. Jordan Davis. Pasimi për Rashid Malbashicin, ka ndërhyrje të parregullt. 5 minuta 5 sekunda, lojë mbetur në çerekun e parë. Jordan Davis për Malbashic. Edhe njerë Jordan Davis. Vesnik Rugova. Mbrojtje fantastike. Tekele Cotton. Green. E kap tonin për pasuar me njerë për Airisin. Tekele Cotton. Michael Green. Thellësi pasimi për Myers, I cili nuk realizon. Mirë po, aty është Erion Kastrati. 4 pikë të Kastratit, 12-7 rezultati. Jordan Davis. Shajm nuk ka hapësirë për gjojtje. Vesnik Rugova për 3, sërish nuk realizon. Michael Myers. Tekele Cotton. Përbim në udhëheqje. 4 minuta 12 sekunda. Lojë mbetur në këtë çerek të parë pas startit fenomenal që pati Sigal Prishtina. U arritur seri prej 0-7. Pas gjithçka shkoi në favorin e vendasve, të cilët kundër përgjigjen me seri prej 12-0. Tekele Cotton 4, Kastrati 3, Myers. Këta janë realizuesit tek Trepqa në anën tjetër. Carter I ka shënuar 5 pike, 2 tjera I ka realizuar Jordan Davis. Letat për këtë përballje të ndërruar shikues janë avulluar qysh nga dalja e tyre në shitje. Tekele Cotton 5 pike, 1 kërcim deri tash, lojtari më efikas tek vendasit. Janjeva për Donte Clark, ka pasur paraqitje fantastike në ndeshjen e parë. Njerë Donte Clark. Janjeva e ka shkelur vije, nuk provon nga distanca, dënon depërtimin, s'ka pikë. Topi do vazhdoj të jetë për mysafirët. Donte Clark në ndeshjen e parë këtu I realizoi 19 pikë, shtoi 3 asistime. Zikor. Donte Clark. Donte Clark tentimi. Pikët janë pranuar, do të jetë
Edhe një gjuajtje e lirë për Donte Clark. Nuk ishte në pozitën më të mirë për gjuajtur Donte Clark, mirë po. Vendosi që të provoj, doli mirë pasi realizoi 2 pikë. E tani shënon edhe një nga vija gjuajtjeve të lira, 3 pikë nga aksioni i fundit i Sigal Prishtinës. Medut Junior në lojë në vend të Michael Green. Dëmbëdhjet me 10 rezultati. Kapiti për Airizin. Tekele Koton. Erion Kastrati. Erion Kastrati s'ka shënim kap topin. Fisnik Rukova. Kërcimi ti në fazën e mbrojtjes. Donte Clark. Zikor. Donte Clark. Carter për 3 Juan Carter. I sakt është. Jap të pikas Olin Carter, i cili ka 8 pikë të realizuara. Në tjetër perspektivi duke parë realizimin e Carter, një plus për Sigal Prishtinën. 12 me 13. Tani për pak shanse të shohim në lojë Mikajle Tmusicin. Clark për Rugovën. Katrot atje Jan Jeva, topi është i vendasve. 2:36. Dojmë vetur në qeregun e parë, largohet Kastrati, Tmusic zëvendëson. Tekele Koton. Kapiti. Medut Junior. Edhe njerë Koton. Koton provon për 3 distancë e largë, s'ka shënim. Më i larti në kërcim Fisnik Rugova. Vetë një plus për krye qytetasit. Donte Clark. Zikor për 3 Juan. I sakt është Zikor. Janë pikët e para të ti në ndeshje. Plus 4. Avantash për Sigal Prishtinën. Tmusic. Kanter Juan për mbi Fisnik Rugovën. Pikët e para të Zemi Kanter. Olin Carter. Kasimi për Zikor, Fisnik Rugova në të zjatje pason për Jan Jevën, i cili nuk realizon. Merë topin Medut Junior. Medut Junior është i shpejt, Juan nuk ka shënuar. Duke hugjur aksionin. Largohet Tekele Koton në vendin e tij Michael Green. Pam 3 pikë që në realizuar nga Zikor. Largohet Jan Jeva në vendet të Joni Smajti. 2 pikë realizoi në ndeshjen e para një jave. Donte Clark. Disë ka Michael Green. Donte Clark. Krijon vetës hapësirë, realizon me kapin personal. 18-14 rezultati, plus një i lirë për Donte Clark.
Faulli është e Semi Hunter. Realizon edhe nga vjetë gjuajtjeve të lira Donte Clark. Qasën e fundit të çerekut të parë, Michael Green. Mikaile Tmusic! 3 pikësh nga Tmusic. Vetëm 2+ për Sigal Prishtinan. Donte Clark. Odjer Donte Clark. Rion Abzir Gjuan nuk ka realizuar. Luk për topi takon Olin Carter. 7 sekonda për këtë aksion të Sigal Prishtinës. Olin Carter nga pozita shëndruar atje Gjuan, duke shënuar 9 pikë të ti. E në anën tjetër gjuajtja me Siren nuk pati pikë. 5+ për Sigal Prishtinës pas 10 minuta të para të përballjes. 22-17, një super paraqitje të dyja skuadrave në çerekun e parë. Pas nisjes fantastike të duelit nga Sigal Prishtina me seri prej 0-7, më pas erdhi ajo seria fantastike e Trepçës. Pas loja u balansua dhe përsia ishte herë të njëra, herë të skuadra tjetër dhe krejt në fund të çerekut të parë. 17 pikë realizoi Trepça, 22 Sigal Prishtina, lojtari më efikas të kryeqytetasit është Olin Carter që ka 11 pikë të realizuara. Donte Clark ka shtuar 6, si nuk grit ka banka dhe mori pisu për organizimin e lojës së skuadrës. E në anën tjetër tek Trepça 5 pikë tek Ele Koton, 4 të tjera i ka realizuar Ilion Kastrati, janë 2 lojtarët më efikas aktualisht tek cetarët. Jemi duke i parë dhe statistikat e deri tanishme tek të dyja skuadrat. Qase do të startoj 10 minuti i dyti përballjes. Shtatë 22 pas 10 minuta të para. Aksioni i parë në çerekun e dytë takon Trepçës. Tek Ele Koton. Kapiti. Mikaile Tmusic për tek Ele Koton. Medot Junior grinën atje, provon nga distanca, nuk realizon Tmusic. Ason për tek Ele Koton, Hunter. Mikaile Tmusic provon. Asa kësaj radhe nuk realizoj, nuk shënoj në anën tjetër as Koton. Vetët pa pikë Trepça në këtë aksion. Donte Clark. Donte Clark me këto pasim. Zikor. Deri me kapitin Zikor. Kapim në hapa. Vendosur mirë në mbrojtje ishte reprezentuesi kosovar Dardan Kapiti. Tek Ele Koton. Topin Donte Clark. Nuk shikon fare për pas lojtar të mirë. Blokade Kapitit.
Mirë po, pati ndërhyrje të palejueshme. Ullë ishte nga Mikhail Tmusic. Davis rikthehet në lojë, largohet Carter. Donte Clark në vijën e çuarjeve të lira. 6.4 shënuara. Dyer realizoi me gabim personal. Sera tret që ndalët Donte Clark në mënyrë të palejueshme natyrisht. Ka realizuar në tentimin e dytë shëndetësia e parë e tij sot Tekele Koton. Tmusic, pasimi për Myers, ka ndërhyrje të parregullt. Në lojë tek Trepça do t'i kuadrohet Batir Tuna. Largohet Mehmet Junior. Jemi duke parë disa prej reagimeve që bën të dy trajnerët deri tash. Tmusic për Hajrizin. Dueli Rugova Myers. Ka ndërhyrje pa rregullt nga Fisnik Rugova. Tekele Koton për Drilon Hajrizin, nuk ka realizuar me tabel në anën tjetër kundërshëm Donte Clark. Me ngulitje e përfundore dalit të shpejt përpara. 17-25 rezultati. Njerë është detyruar që të kërkoj time-out Tadis Beqiragici. Është rikthyer efikasiteti tek skuadra Mysafire. Djerë përshojmë pozitjen e Donte Clark. Cili tani është barazuar me pikën me Olin Carter që të dy kanë nga 19. Vullnetar Mysafir Kura kanë arritur që të realizojnë pikë dy shifrore, ndërsa tek Trepça Koton është më efikasi me 5 pikë. Kura do të rikthej topin e lojë. Kjo është kursia më e lartë në ndeshje e Sikal Prishtinës, Trepça avantazhi më të thellë pati në +5. Tekele Koton për Drilon Hajrizin, nuk gjuan për 3. Provon me tabeli pasak, lufton Myers. Merr topin, gjuan, s'ka shënim. I momentshëm në mbrojtje Donte Clark. Dy minuta kaluan në këtë çerek të dytë. Donte Clark
Do që të ndalë Mikhail Tmusic. Topi do të vazhdoj të jetë në pronësinë e mysafirëve. Zikor për Clark. Rukova, Zikor. Clark, Rukova, Zikor. Qojmë topi do tjetë për vendësin, s'ka duan sekundat e rezervuara për aksionin e Sigal Prishtinës. Tre pikë janë shënuar në këtë qerek të dytë. Drejton Ajrizi nga pozita qendrore. 3 pikë nga Drejton Ajrizi. 20-25, 5+ për Sigal Prishtinën. Jordan Davis për Donte Clark. Vistik Rukova. Zikor kërkon që tirohet, ka rritur që të realizoj. +7 për Sigal Prishtinën. Koton për Ajrizin. Pasimi shumë i mirë është për Michael Myers. Shënë me kapim personal. 5 pikë të Qandrës Mitrovicase. 22-27, 6 minuta 47 sekonda. Lojë mbetur në pjesën e parë. Atmosferë fantastike në minatori të ndëruar shikues. Myers realizohet edhe nga vija gjuhëri të lira, 3 pikë nga aksioni fundit i zetarve. 23-27. Zikor. Jordan Davis. Donte Clark. Davis. Tentimi është për 3. Ska shënem. Emër topin Kajrizi. Tjetë për Trejqan. +4 kanë me përsi mysafirët. 23-27. Tekele Koton. Tekele Koton për Kajrizin. Michael Myers. Michael Myers insiston, provon, nuk ka shënë e mirë pa. Aty është Batin Tuna. E cili shënon pikët e para në ndeshje. Vetur i shtrirë në parket. Michael Myers pas për pjekës e ti për të realizuar. Ndonë që mjaftë mirë aksionin deri në fund Tuna. E cili arriti që të realizoj. Pas ka shkelur Tuna. Pas shënimit. Sile që tjetë që shkas në regull me Myers. 25-27 +2. Avantaj për Sigal Prishtinën. Jordan Davis. Zikor. Zikor provon edhe njeri sakt është. 7 pikë Zikor. 25-29. Tekele Koton për Myers. Ilir Batin Tuna, nuk ka shërem ka distanca. Tope do tjetë për Sigal Prishtinën. Ka zëvëndësim tek 4 bardhët ma Albashic në vend Rukovës. Zikor e bën vendin
Muhamet Ali Janjevës. 4 plus për mysafirët. Si ka Prishtina që e përzimë të lartë bati prej plus 8. Donte Clark. Janjeva. Donte Clark. Donte Clark gjuan s'ka shënim. Të mosi që i vëmendshëm. Nisët të tekele koton. Ja kjo gjuajtje Myers, si sakt është. 8 pikë të Michael Myers, sërish plus 2 për mysafirët. Jordan Davis. Jordan Davis lëshohet, provon dhe i sakt është. Katër pikë të Jordan Davisit. 27 me 31, 4 minuta 10 sekonda. Lojë mbetur në pjesën e parë. Donte Clark. Trilo Najrizi i sakt në gjuetin e parë të lirë. Dyri sakt nga via gjuetin të lira Trilo Najrizi. Nomi që ka një treshët shënuar e një tjetër të Musici tek Trepqa nga të gjësejt, përsa tek Sigal Prishtina 3 treshe i ka Carter, një tjetër në Zikor. Jordan Davis. Jordan Davis e kërkon hapësirën, provon edhe njeri sakt. 6 pikë të ti. Dalë doja 29 me 33 plus 4 për krye qytetasit. Njerë përshojmë në gjerim të përsërit në momentin e shënimit të fundit nga Jordan Davis. Trilo Najrizi i saktë dhe njerë nga vjetë gjuetjeve të lira. Gjash pikë të shënuara nga Trilo Najrizi. Ja ku është edhe 7, 4-4 nga vjetë gjuetjeve të lira. 2 plus për mysafirët. 3-34 lojë mbetur në pjesën e parë. Jordan Davis. Ismaili për Jordan Davis. Davis, bukur atje, kombinon me Rashid Mahal Bashicin. Herën e parë blokohet. Herën e dytë i pasakt, topi është i vendasve. Nizet Michael Green. Mikael Etmusic. Me vendosur për quajtur nga distanca Myers për Trilon Hajrisen. 10 pikë nga Trilo Najrizi, lojtari i parë me pikë dëshitrore tek Trepqa. 34-33 e përsipër një pikë. Kanë vendaset. Mahal Bashic, sërish nuk shënon. 2 quajtje të gabuara, në fakt 3 quajtje të gabuara për pak sekonda nga Rashid Mahal Bashic. 2 aksionet e fundit
si ka Prishtinës, ja tani ka ndërhyrje pa rregullt në Tmusiqin. 3 quajtje të lira në dispozicion do t'i ketë Mikaile Tmusiq. Shkërkuar time out nga banka e Prishtinës. Dy minuta 24 sekonda deri në fund. Ka shpërthyer atmosfera tani nga Minatori. Çfarë pasimi mirë është ky i Majers për Drilon Ajrizi, i cili ka ndezur motorët në këtë çerek të dytë. Super përballje të nderuar shikues, jemi duke përcjellur bashk një me një seria gjysmë finale. Kujtosi në këtë ballavaçem do të bëj hap të madh drejt sigurimit të finales. Si ka Prishtina, Olin Carter 11.9 ka Donte Clark në anën tjetër tek Trepça, Drilon Ajrizi 10.8 Majers. Shohim edhe statistikat e Drilon Ajrizit dhe Olin Carterit. Mikaile Tmusiq, 3 quajtje të lira i ka në dispozicion. Dhe të pas 33. Dhe 33, 3 plus për Vanasit. Jordan Davis, ndërhyrja pa rregullt është Mikaile Tmusiqit. Malbashic. Jordan Davis. Ka presionin e Kairizit. Jordan Davis. Juanëria prapa nuk ka shënuar Mertopin. Tekele Koton. Tmusiq, Koton. Tekele Koton shkon deri në fund, nuk ka pik. Majers. Si gjithmonë i gatshëm për të përmirësuar bashkëlojtarët. Michael Myers tani ka 10 pika që ka realizuar drejt Drilon Ajrizi. Tani Carter s'ka shënim. Topi përfundon tek Joni Ismaili. Malbashic Ismaili. Muhamed Ali Janjeva nuk qëllon nga distanca. Michael Myers, fauli është në sulm. Vendosur në mënyrë perfekte në mbrojtje. Rashid Mahalbashic e ka përvojën. Mahalbashic që nxirret nga këto situata. Gjashtë 10 sekonda lojë mbetur në pjesën e parë.
Carter. Davis. Davis. Ka të pamundur që Gjoj Rugova kombinon me Mahal Bashicin. Jordan Davis gabon. Skaduan sekundet e rezervuara për aksionin e ekipit Kryeqytetas. Është kërkuar sërish timeout tani nga Adis Beqirakiqi. 38-33 rezultati. 5+ për Vendasit. E në fakt edhe më herë Trepça e pati avantazhin prej 5 pikë, ndërsa e përsia më e lartë Sikal Prishtinës arriti në +8. Rezultati në çerrekun e dytë është 21-11 në favorin e Vendasve, ndërkohë çerrekun e parë fituar mysafirët 22-17. 44 sekonda 20 qintat ka mbetur lojë në pjesën e parë. Erizi e Myers janë më efikase tek Trepça me nga 10 pikë secili, ndërsa tek Sikal Prishtina Carter i ka 11 pikë. 9 pikë ka realizuar Donte Clark e 7 Zikor. – 33 janë statistikat e Michael Myers, 10 pike, 5 kërcime. Do të thejmë lojë nga Mikaile Tmusic. Tekele Koton. Tekele Koton për Myers. Edhe njerë Koton. Mikaile Tmusic provon, nuk ka. 3 pikësh. Shoshaj për Jordan Davis. Carter. Rashid Mahal Bashic. Fisnik Rugova nga distanca. Ska Trepça. Niset Michael Green. Michael Green asnjë pikë nuk e ka realizuar, 4 asistime të tij. Michael Green, tentimi me tabel, shënon me Sirin, mbyllet pjesa e parë të ndëruar shikues, 40-33 përsia më e lartë e Trepçës në ndeshje u arrit në finish të 20 minuta të para. Çereku i parë 22-17 në favorin e Sikal Prishtinës, çereku i dytë 21-11 në të mirë të Trepçës. Lojtarët më efikas tek Trepça, Myers e Hajrizi me nga 10 pikë në anën tjetër tek Sikal Prishtina. Carter 11 pikë, 9 të tjera i ka realizuar Donte Clark. Qëndroni me ne të ndëruar shikues, shumë shpejt do të kthehemi me pjesën e dytë.